Qerat vijojnë të jenë faktori kryesor që po shtyn rritjen e inflacionit edhe në muajin janar, duke konfirmuar tendencën e nisur në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, norma vjetore e inflacionit e matur me indeksin e çmimeve të konsumit arriti në 2.3% në janar 2026 nga 1.9% që ishte në janar 2025. Krahasuar me dhjetorin 2025, çmimet u rritën me 0.4%. Rritja vjetore u ndikua kryesisht nga grupi qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera që kontribuojnë me plus 0.87% në inflacion. Pas tij renditen ushqime dhe pije jo alkolike me plus 0.61%, si edhe grupe të tjera si mobiljet, restorantet, pijet alkolike dhe shërbimet financiare. Në nivel vjetor, rritje të ndjeshme shënoi edhe grupi argëtim, sport dhe kulturë me 4.9%, ndërsa qira, ujë, energji elektrike dhe sigurime dhe shërbime financiare me nga 4.4%. Ndërkohë krahasuar me dhjetorin, rritja më e madhe mujore u regjistrua te sigurime dhe shërbime financiare me 4.2%, si edhe te ushqime dhe pije jo alkolike me 1.1%. Nga ana tjetër, grupi veshje dhe këpucë shënoi ulje me 0.5%, ndërsa një rënje të lehtë pati edhe grupi qira, ujë, energji elektrike me 0.4%. Ekspertët vlerësojnë se rritja e qirave në kryeqytet po ndikohet nga qiradhënia ditore në platforma dhe mbetja stok i banesave për investim, duke rënduar më tej koston e jetesës për familjet shqiptare.